Zemër artit, kështu i cilëson La Gazzetta dello Sport vëllezërit Xhaka, teksa i referohet faktit se 80% të pagesës së tyre ata u japin prindërve. Duke qenë në qendër të vëmendjes pasi luajtën kundër njëri tjetrit në këtë Europian, mediat i kanë kushtuar shumë artikuj vëllezërve shqiptar. Prestigjozja italiane shkruan fjalët më pozitive për familjen Xhaka dhe dy djemt që kanë kapur majat e futbollit europian. Ata e meritojnë atë, për ta kemi por gjithçka, paraja nuk është asgjë, për ne luksi më i madh është familja, deklaron Granit Xhaka. Mëtej prestigjozja italiane shkruan se shpesh herë futbollistët janë portretizuar si njerëz dorështrënguar dhe nuk japin asgjë nga ato që sigurojnë prej futbollit, por vëllezërit Xhaka janë ndryshe. Për vëllezërit shqiptar, ajo që ka më shumë rëndësi është familja. Prandaj Graniti pas kontratës prej 45 milion eurosh të nënshkruar me Arsenalin, ka deklaruar se vetëm 20% të ardhurave i shkojnë në llogarinë e tij. Pjesa e mbetur shkon në konton e prindërve. Sipas gazetës italiane, të njëjtën gjë bën dhe vëllai i tij, Taulant Xhaka, pjesë e formacionit të Shqipërisë në botërorin e Francës. Gazeta shkruan se babai i djemve është nga Kosova dhe pas arrestimit për motive politike, është detyruar të largohet drejt Zvicrës për një jetë më të mirë. Familja së bashku me djemtë e talentuar vijon të ketë një jetë modeste, duke udhëtuar drejt Kosovës për pushime.